Pak orë para nisjes së një tjetër proteste poshtë zyrës së tij në Tiranë nga jala në takim me të rinjt, kryeministri Edi Rama pati një mesazh të parë direkt për homologun e tij kosovar. Njerëzit e vetëvendosjes dhe drejtues të saj nuk e kanë fshehur as nxitjen dhe as pjesëmarrjen në protestat disa javore. Edi Rama ishte i qartë, ai nuk do të bënte kurrë të njëjtën gjë. Unë qysh në krye të herës e kam pasur vijën time të kuqe. Unë nuk bëj babën e askujt që ka shtëpinë e vet. Kosova ka kryeministrin e vet, ka institucionet e veta dhe ka pas një kohë përpara se sa unë bësha kryeministër kur nga Tirana i tregohej Kosovës se çfarë duhej me bë. Kanë qenë vite shumë brutale për nga vulgariteti i politikës së jashtme, brutalisht ignorancë, që ka sjell vetëm dëme. Rama u ndal edhe tek protesta e ditëve të fundit. Sipas kryeministrit, projekti i Zvërnecit u harrua pasi protestuesit kuptuan që realiteti i fakteve ishte i ndryshëm nga ai që njerëzit kishin perceptuar përmes kanaleve të dezinformimit. Realiteti i fakteve është kreti kundërt, që aty ku qeveria ka përgjegjësi si përfaqësuese e interesit publik dhe si zotruese administratore e pronës publike, qeveria jo vetëm që nuk ka bërë shitje, por sot që flasim edhe tani që flasim bashkë, për shkak se qeveria ka pasur një pozicion dhe ka një pozicion shumë të qartë në negociata me palën tjetër që shteti shqiptar duhet të jetë pjesë si pronar në këtë sipërmarrje, nuk kemi akoma një marrëveshje. Rama u ndal edhe te ndikimi i algoritmave të rrjeteve sociale, duke thënë se ato kanë përhapur për mbajtje të manipuluara, që sipas tij kanë dëmtuar imazhin e vendit dhe sektorin e turizmit. Algoritmi ka impakt të jashtëzakonshëm në amplifikimin e zhurmës, në amplifikimin e negativitetit, në amplifikimin e të gjitha atyre nxitjeve që vinë në formën e videove të manipuluara, të cilat të i hedhin benzin një zjarri nuk është ndezur nga algoritmi, është ndezur nga njerëzit. Ke i pasur anullime pafund. Në emër të Shqipërisë janë goditur shqiptarët, është goditur puna e njerëzve që janë në pritje gjithë dimrin që të vi kjo kohë. Janë goditur të ardhurat. Edi Rama ju kthye edhe një herë raportit të tij me Albin Kurtin, por duke deklaruar për herë të parë se politikën si art publik nuk e ushtroi një lloj. Fatmirësisht qëllimet i kemi të përbashkëta, metodat i kemi të ndryshme, jemi dy njerëz ndryshëm edhe s'ka problem.